të nderuar shikues, rikthehemi me pjesën e dytë të përballjes ndërmjet Vllaznimit dhe Bashkimit 35-47 pas 20 minutave të para, pavarësisht faktit që Bashkimi e nisi më mirë ndeshjen, Vllaznimi gradualisht u rikthye në lojë dhe u udhëhequr nga Ziggy Reed dhe Atik Koshi u mbajt plotësisht në lojë deri në minutat e fundit pjesës së parë. Bashkimi këtë shkëputje e krijoi vetëm në 2 minutat e fundit, teksa do shohim si do të përgjigjet tani Gjakovarët. Pam statistikat e Ziggy Reed, 17 pikë të tij e 6 kërcime, 2 asistime, teksa 13 pikë tjera i ka shtuar Atik Koshi. Në anën tjetër tek Bashkimi i vetmi me pikë dyshefrore është TJ Bickerstaff, 15 pikë, 7 është nga loja, vetëm një herë ka huqur në tendimin e tij për 2, ndërsa i ka marrë edhe 4 kërcime, 3 prej tyre në sulm. Shohim edhe statistikat e kapitenit të skuadrës së Vllaznimit, Atik Koshit, i cili është i vetmi që ka mbetur në skuadër bashkë me djemtë e ri. Plotësisht ndryshim i rosterit tek skuadra e Vllaznimit. Pavarësisht faktit e thash që vetëm një lojtar i huaj është në formacion, Vllaznimi po mbahet në lojë. Nuk arrit të realizon Reed kësaj radhe. Kundërsojnë Valion Bunjaku qëllon. Duke që Reed ka mbetur i lënduar. Sa e shohim edhe një realizimin e Valion Bunjakut, duke që ka ndrydhur nyën. Gaditë të Syla për të futur në lojë. Shohim. Ky ishte momenti kur ka shkelur në këmbën e Jan Palokajt në xhirimin e ngadalësuar e pam duke e parë nga jashtë, nuk duket në nderuar shikues lëndim i rënd, megjithatë dhimbjen që e shkakton kjo ndrydhja e nyjes. Koshi tregohet i vëmendshëm Ahmeti, gjithsesi Jon Ismaili e merr top, kemi tentim nga Bedra, nuk qëlloi. Valion Bunjaku tek Cousins, kontrollon që s'ka lehtë për të realizuar. Pika e 8 e Cousins. Ismaili. Bedra. Amri Bedra. Syla të gjuan nga një pozitë vështirë. Tomin duart Atik Koshit, edhe një da Syla. Koshi për 3 pikë realizon. Atik Koshi vazhdon duke qenë efikas. 16 pikë të tij, 38 me 51. Dy vishim i menjëhershëm i Dikuan Lake, i cili e humba top në vazhdimsi. Shkon 2 vishimi tek Lake. Kësaj radhe mbrojtja e suksesshme. Smiley. Tek Koshi. Afër Koshi tani Dikuan Lake. Kanë depërtimin Koshi deri në fund, nuk arriti të realizon. Lokaj, Bailey. Ndal Jon Ismaili me personale. Për 3
nga Paljoka I cili nuk arrit të realizon, por Tikon Lake ishte aty për të përmirësuar. Syla Ahmeti arrin të gjuan, nuk qëllën Paljokaj. Bunjaku Lake nuk arriti të realizon në kësh në të dytën e përmirëson vetën. Tikon Lake 38-55. Aktualisht është duke u zhvilluar edhe dueli tjetër ndërmjet Borrët dhe Rahavecit 0-29. 55-35 në të mirë të Rahavecit është rezultati në Kryeqytet. Plus 20. Bunjaku. Ismaili ka luajtori I fundit, nuk e lejon atë vërtim. Gjithsesi topi do të vazhdojnë të takojnë skuadrës së Bashkimit. 11 sekunda janë në dispozicion. Cousins. Zia Cousins bukur vet deri në fund për të realizuar 38-57, 10 pikë edhe të Cousins, sa I ka edhe Lake, tashmë dy lojtarë tjerë me pikë dyshifrore të skuadra e Bashkimit. Reed. Ka në hapësirën. Gjuajti, por nuk arriti të qëllën. Paljokaj ndalet me personale. Do të kemi zëvendësim në lojë, meriton Ismaili. Dhe Zia Cousins. Bunjaku. Ismaili, shkon pasimi, janë Ismaili ndërpreu. Atik Kushi, deri në fund realizon, ndalet edhe me personale, Atik Kushi, fantastik sunte. Ne shujmë edhe njëherë realizimin e Atik Kushit. Nërsa do tjetë edhe në vijën një quajtje së lirë, 18 pikë. Qëllën edhe pikën në 17 të barazohet me Ziggy Reed. Ismaili. Bunjaku. Tek Lake I cili mbetet I vetëm. E me ngulitje përfundon aksionin 21-59. Reed qëllon për 3. E 4-59. Paljokaj dalet në gjysmë distancë janë. Paljokaj është I sakt. Tashmë e përsi e konsiderueshme e skuadrës së Bashkimit. Po e kontrollojnë më mirë takimin në këto momente. Paljokaj mbrojtja ishte e mirë, shkojnë në kundër sulm realizon. 24-63. Përsia prej 19 pikve, ishte më e thella sonte. Reed. Kushi.
Për një tjetër treshe ati Koshi. Edhe njëherë i sakt. Treshja e 4 conte. Në 22 pikë të ati Koshit. Palokaj. Bunjaku e gjende dëbërtimin. Nuk qëllon as saj radhe. Balon Bunjaku, nuk i pëlqen as pak kjo trajnerit Jovovic. Shojmë treshet të vide Koshit. Nërsa kemi time-out të kërkuar nga Jeronimo Sharin. Pavarësisht shkëputjes në rezultat të skuadrës së Bashkimit. Po tentojnë të bëjnë diçka më tepër Gjakovarët me dyshen Reed e Koshi. Se se do shohim si do të rrjedhin gjërat pas këtij time-outi të kërkuar nga trajneri Jeronimo Sharin. Rikthehemi pas pak. Minuta e 55 sekunda të jenë deri në përfundim të çerekut të tretë, 47 me 63. Bukur bashkëprojnë Dasyla me Reed. Asistimi bukur i rënë Dasylës për 49 me 63. Shohim vllaznimin që po përgjigjet në këto momente. Bickerstaff. Ismaili, gjuhan për 3, meriton Ismaili, realizën minutat e para për të në luj. Tentimi i parë dhe qëllon për 3 Ismaili. 49-66. Jan Ismaili. Reed. Shojmë edhe njëherë momentin. Me këm ka luajturi i fundit Ismaili. Do t'ullet për të pushuar paksa ati Koshit cingu në loj. E meritoj definitivisht kapiteni pushimin, as një sekund nuk ka pushuar. 22 pikë të ati Koshit, 7 kërcime, 2 asistime. Përfundojnë sekundat e aksionit skuadrës së vllaznimit. 49-66. Ka faul. Palokaj e rikëtan tokën e loj. Ismaili. Meriton Ismaili deri në fund. Nuk qëllan. Personale e meritonit ndaj Jonit. Jan Ismaili nuk është i sakt. Kian Anderson
bën slalom e realizon edhe publikun nga gjumjes Gjan mund themi, pasi koqa të hishtur i kemi parë sunte fenomenal. Kian Anderson me të vërtet super lojtar dhe një nga më të mirët që ka në ardhur në Kosovë, teksa realizon edhe Bickerstaff me personale, do ta ketë edhe një gjuajtje të lirë. E shohim mënyrën se si realizoi Bickerstaff, ndërsa do ta ketë edhe një gjuajtje të lirë, 49 me 70. Tjetër shkëputje në rezultat skuadrës së Bashkimit kontrollon gjithçka tani më në këtë çerek të tretë, pavarësisht që më e niveluar ishte pjesa e parë kur Vllaznimi po tentonte të reziston. Bukur rënda syla shkon deri në fund. Ka personale ka Pedra. Ne shohim edhe njerë depërtimin perfekt të Kian Andersonit, art në vete. Dy të lira për Andersonin, duke që personalja në fakt tani më në bonus është skuadra e Vllaznimit. Ismaili. Pedra. Nuk arriti të realizon. Anderson. Son Zeqiri gjuan për 3. Nuk është i sakt. Pedra me lartin në kërcen. Jan Ismaili. Duke që pikët janë pranuar të Jan Ismailit. Do të ketë vetëm një gjuajtje të lirë. Qëllon edhe nga gjuajtja e lirë, teksa e shohim Isaiah Cousins në disponim të mirë. 10 pikë të tij sonte, 3 kërcime. TJ Bickerstaff realizon. Me të vërtetë edhe Bickerstaff ka qenë sonte fenomenal. 10-9 nga loja, pika 20 është kjo. Vetëm një herë ka huqur në kësh. Ismaili. Bickerstaff deri në fund e realizon. Asistim i Altin Morinos. TJ Bickerstaff 22 pikë. 54-76 tashmë vetëm se po shkëputet në rezultat skuadra e Bashkimit. Blokade meriton Ismailit. Nuk e lejon depërtimin e Pedrës. Sa ullet për të pushuar Jan Ismaili në lojat i koshi. Ka faul ndaj koshit. Anderson shkakton personale. Shohim edhe një herë momentin. Në fakt është personalja e meriton Ismailit. Teksa vjen treshja nga rënda syla. 57 me 76 sekundat e fundit të çerekut të tretë. Lejsan Zeqiri do gjuan për treshje e shkurtër ishte kjo treshje e tij dhe përfundojnë 30 minutat të ndeshjes. 57-76. Një çerek i tretë i dominuar nga skuadra e Bashkimit që kontrolloi gjithçka, e krijoi edhe përsin më të thellë në ndeshje prej 22 pikëve. Sa
vllaznimi nuk e pati forcën që e kishte gjatë pjesës së parë tek Prizrenasit. Bickerstaff po shkëlqen me 22 pike, 4 kërcime, 10 pikë nga Isaiah Cousins, ndërsa 12 pikë tjera i ka shtuar Tiquan Lake, edhe ai 7-6 është nga loja, vetëm një herë ka gabuar, ndërsa i ka marrë edhe 6 kërcime dhe i ka bërë edhe 2 asistime. E me lojë të mirë janë edhe Kian Anderson me 9 pikë, 4-4 për 2, vetëm njerë ka tentuar për 3 që nuk e ka qëlluar, ndërsa i ka bërë dhe 3 asistime, si dhe Lejson Zeqiri me 9 pikë, të cilat i realizoi në fillim të ndeshjes. Në anën tjetër, nga 22 pikë tek vllaznimi, Reed e ati Koshi. Koshi ka dhe 7 kërcime, Reed 6, ndërsa 5 pikë tjera erdhën nga Jon Ismaili, e 8 i ka shtuar Rënda Sylla. Gjithçka gati për startuar edhe 10 minutat e fundit. Tashmë ndizet paksa edhe atmosfera në palestër. Në duelin tjetër nërmjet Borës dhe Raovecit, vreshtarët vazhdojnë të mbajnë në vërsinë e thellë. 55-74 është rezultati. Faul ndaj Lejson Zeqirit. Morina tek Zeqiri. Lejson Zeqiri deri në fund realizon. Ka 11 e Zeqirit. Lojtari i 4 me pikë shifrore tek Bashkimi. Bedra, bukur tek Cingu, gjuan për 3, nuk është i saktë. Bickerstaff me i lartë në kërcim. Anderson. Kian Anderson. Isaiah Cousins debëton vetë deri në fund. Realizon pa problem. MVP i vitit të kaluar në EMBL. Fantastik është edhe Isaiah Cousins, ka pasur performancë briljante këtu në kuadër të FIBA Europe Cup, kur kundër skuadrës së Anvilit. Këtë tupin në duar të Da Syllës, i cili gjuan për 3 realizon. Cousins dalit në gjysmë distancë, edhe një realizon në vazhdimsi 1-1, po i përfundon gjërat Isaiah Cousins. Kemi tjetër tentim për 3 nga Da Sylla. Bukur Anderson për Cousins, nuk e qënë hoq këtë asist, realizon 60-84. Sylla tek Reed. Ziggy Reed. Dyvishohet dhe në topin të Koshi, të gjuan për 3 në sekundat e fundit. Nuk arrit të realizon ati Koshi. Anderson, bukur tek TJ Bickerstaff. Tjetër super aksion i skuadrës së Bashkimit. 60-86. Reed, edhe njeri të vishuar. Duarte Cingut e gjenda Syllën. Teksa Kian Anderson nuk e pengoj Da Syllën që qëllon.
Anderson. Zeqiri, ka faul. E shojmë asistin perfekt të Kian Anderson. Fenomenal me atë no look pass, ndërsa meriton pushimin definitivisht. Valon Bunjaku në lojë. Cousins. Gjuan për 3, nuk është i sakt. Bunjaku të kthejnë topin e lojë, 12 sekonda. Bunjaku të Cousins, edhe njerë Bunjaku, Ison Zeqiri, deri në fund Zeqiri, ka shkaktuar faul në sulm. Ky është momenti i personales në sulm nga Ison Zeqiri. Një shojmë trajnerin Igor Jovovic është ullur. Zeqiri të Cousins. Ison Zeqiri, Isaiah Cousins. Zeqiri, deri në fund, Ison Zeqiri realizon. Jan Ismaili. Ismaili. Nuk arrin Ahmeti të e pranon top. Se ka personale. Të topin e duart e Gjakovarëve, nda Syla, ku shkon vetë deri në fund, që se nuk arriti të realizon. Ison Zeqiri kontrollon gjithçka. Morina. Zeqiri. Kemi tentim për 3 nga Isaiah Cousins, nuk arriti të realizon. Ziggy Reed ndalet me personale. Morina e ndal kundër sulmin. Kemi zëvendësim të dy fysh tek bashkimi. Beton Gjeqaj në lojë do t'jetë si dhe Bailey, teksa para se të vazhdojmë kemi time-out të kërkuar nga trajneri Jeronim Oshari. Kthehemi pas time-outit.
Tashmë 5 minuta 11 sekonda deri në përfundim të ndeshjes. Shohim statistikat fantastike të Bickerstaff, 24 pikë, 12-11 nga loja, 6 përcime, fenomenal. Jon Ismaili blokohet nga Gjeçaj. Bickerstaff, Bunjaku, aksioni bukur i Prizrenasve. 62-90. Vetëm se po fillohet rezultati Gjeçaj deri në fund shkon realizon. Veton Gjeçaj për ndryshe i biri i Ledar Gjeçaj, të cilin po e shohim në plan të parë, cili tashmë 2 sezone është ndihmës trajner tek skuadra e Bashkimit, legjenda e klubit Portokallezi, ai i cili ka shkëlqyer në vitet e arta ku së pas luftës. Shohim Jeroni Mosharin që jep këshillat Ahmetit. Në vjen e gjuajtjes së lirë Ziggy Reed. I sakt në tentimin e parë, pika 23 e tij, 7 kërcime, 3 asistime. I sakt edhe në të dytën. Orina, gjuan për 3. është i sakt. Bunjaku ka luajtur i fundit. Zëvendësim e dyfisht. Paljokaj dhe Lejk kthehen në lojë. 4 minuta deri në përfundim. 64-92. Tashmë gjithçka e qartë në këtë përballje. Ati Kushi gjuan për 3, nuk qëllon. Me të vërtet ka treguar lojë fantastike, por vrehet rosteri i shkurtër tek skuadra e vllaznimit, sado që rezistoi gjatë pjesës së parë. Paljokaj, Gjeçaj, gjuan për 3, shkurtër gjuajtja. Reed, deri në fund Reed, edhe një herë i sakt, 26 pikë të tij. Paljokaj do gjuan për 3, është i sakt, Jan Paljokaj. 66-95. 3 minuta. Deri në fund, ka faul ndaj Jon Ismailit. Do të kemi zëvendësim disa minuta edhe për Besim Bytyqin. Ullët Gjeçaj. Cingu. Tek Ahmeti. Gjuan Ahmeti. Nuk arrit të realizon. U i përfundon jashtë. Edhe Petra në lojë në vend të Cingut.
19-9 në këtë qerek. 29-22 është qereku i tretë. 21-12 qereku i dytë. Gradualisht Bashkimi e filloi shkëputjen. Bytyqi bukur, asistim perfekt, Pejles me ngulitje aksionin e përfundon. Reed në anën tjetër airball i ti. 26 pik, 7 kërcime, 3 asistime. I ndodhe dhe kjo normalisht është lodhur Reed, i cili edhe pati një lëndim. Ka shkaktuar faul. Dhe Sylla ka shkaktuar personalit tjetër pesta e tij. Ndërsa edhe Koshi po luan me 4, Reed e edhe Bedra. Përpos faktit që 4 lojtarë të huaj nuk janë të pranishëm të skuadra e vllazimit, nuk ishin në dispozicion të trajnerit Jeronimo Shanin sot, as Samir Sekiqi që erdhi nga Bashkimi, as de Dushaj. Pavarësisht që janë këtu me skuadrën. Nuk shkoja i pasimi Reed. Bukur, Bunjaku për Bytyqin. Dyshja Prizrenase që përshëndetet edhe nga publiku. 101-66 në anën tjetër Bedra që lën për 3. Pikë të tij të para. Bytyqi tek Lake. Ka faul. Shojmë edhe njerë asistin e bukur të Valjon Bunjakut. Ullet Bedra. Orges Dylazeka në loj. Personalja e 5 edhe për Amri Bedrën. Teksa po i shohim edhe njerëzit që po largohen tashmë. 1 minutë 17 deri në fund, 69-101. Bashkimi e përfundon këtë ndeshje para kohe. E nga ora 19 mos harroni, kemi super derbin minatori Tripqa, Nigo Qire e Pejës, rivalët e përbetuar. Jenë tentimi për 3 nga Iriu Dylazeka. Nuk arriti të qëllon. Palokaj. Jan Palokaj. Qëllon për Bytyqi për ta marrë kërcimin në sulm e për të realizuar shkon. Anë tjetër nuk ka pikë nga Cingu. Bytyqi. Palokaj. Bytyqi. Bukur asist për Lake. Sa bukur. Një tjetër no look pass vjen nga Iriu Besim Bytyqi shini. Fantastik. E kënaqësi kur i shohim lojtarë të rinj të marrin përgjegjësi dhe shfaqin lojra të tilla. Kjo është fitore më e madhe për basketbollin e Kosovës se sa kur fitohet një ndeshje. Po shpresojmë që Bytyqi të vazhdon me kësi lloj performancash dhe të jetë ndër ata të rinj që do të shkëlqejnë në të ardhmen në Kosovë. Përfundon dueli 69-106, Bashkimi dominoi absolut në pjesën e dytë për të arritur deri tek fitoria. E gjithë skuadra, i gjithë formacioni ka arritur të realizon pikë përpos kapitenit Altin Morina. Më i dalluari ishte Bickerstaff me 24 pikë të realizuara, 6 kërcime, 16 pikë erdhën nga Isaiah Cousins, 15 ishte i Tikuan Lake.
Në anën tjetër tek vllaznimi Reed me 26 pikë, e Atik Koshi me 22 ishin më të mirë, 13 pikë tjera i shtoi Rënda Syla. Për pak qaste do t'jemi me intervistat. Atëherë tani më jemi me trajnerin e skuadrës së vllaznimit Jeronim Mosharin. Coach, even though you were not with the full roster, you fight it really hard in the first part of the game, but couldn't continue the same in the second part of the game. But what was good and what went bad tonight? There's make no sense to talk about this game. I just want to congratulate to all my players who fight to the end. They gave their maximum. And I also congratulate to the team of Bashkimi for entering to the group stage of European Cup. But I got really one good message to them. In this whole mess about the starting of the championship, and this whole mess about the election, not having game, where to practice, not to practice, from 1st to 17 you don't have a gym. On our offer of Basketball Club Vllaznimi to postpone the game for the next week, and in determine whenever they want, they refuse it and they reject it without any explanation. For me that's disappointing and that's disrespectful for all people from Basketball Club Vllaznimi, for all citizens of Gjakova who really like their club, especially against me, because I was a coach in this club 2019. I saved them from relegation and bring them to the semi-final, and they can have really good result, what actually they really got now. But without honor, dignity and honest, you cannot become the thing what you want to do. You can have money how much you want, but if you don't have honor, dignity and honest, you will never be able to do that. Either you have it or you don't. That's for me, that's all seasonally long, and who love the last, love the longest and the sweetest. Thank you very much, Coach. Thank you. Good luck next day. Atëherë ishim me kryetrajnerin e skuadrës së vllaznimit Jeronim Mosharin, i cili e pati një mesazh për skuadrën e Bashkimit. Tha nuk kam se çka të flas për këtë ndeshje, megjithatë pati kritika të ashpra për skuadrën e Bashkimit, që tha nuk e kuptuam asesi se pse skuadra e Bashkimit nuk e pranoi që kjo ndeshje të shtyhet. Pavarësisht sa keni para dhe sa do që mund të dominoni në këtë ligë, tha që kur nuk i pranoni këto gjëra, kjo nuk është në rregull, nuk është e respektueshme për skuadrën e vllaznimit, dhe sidomos për mua që kam qenë pjesë e kësaj skuadre. Me të vërtetë ishte i ashpër trajneri Jeronim Mosharin për shkak të zhvillimit të kësaj ndeshje, pasi që skuadra e vllaznimit ka kërkuar që kjo ndeshje të shtyhet për një termin tjetër. Pak çaste do të jemi edhe me trajnerin e Bashkimit. Jemi edhe me kryetrajnerin e skuadrës së Bashkimit. Coach, Vllaznimis team was not with the full roster. They tried to do something in the first part of the game, but still you managed it good and got a win where you dominated at home. Yeah. But even we played against them 15 days ago when they were with a complete roster, and the outcome was the same. For us, the most important thing is to be serious, and we were during the let's say 40 minutes of the game. We know that our schedule is very packed now with playing in Europe, and even if it would be possible because of this selection to play one more game in 2-3 days would be beneficial for us, but it is what it is. We need to survive, and I use this game to expand the rotation. Nobody plays more than 20 minutes, and this is important. Yeah, Coach, you talked about the schedule. It will be really hard now, game after game. Do you think that you will manage it till the end and will get the results by seeing how your team is going right now? I mean, it's going to be definitely challenging. First time playing in Europe as an organization, but beneficial for the city and for Kosovo basketball. You know that our group is very difficult, powerhouse like Dijon, Regina, and also Cibona Adriatic League team. So we need to manage both competitions on the proper way and to try to be successful in both competitions. This is our goal.
Thank you very much and good luck in both competitions. Thank you, thank you. Atëherë ishim edhe me kryetraninë e skuadrës së Bashkimit, tha që pavarësisht që skuadra e vllaznimit nuk ishte me roster të plot, edhe kur ishin disa ditë më parë kur luajtëm në ndeshjet kontrolluese, rezultati ishte i njëjtë në këtë ndeshje, tha që ne nuk kemi pasur mundësinë që kjo ndeshje të shtyhet për shkak të ndeshjeve që do t'i kemi në gara evropiane dhe kështu që tha ne tentuam që sot gjithë rosterin të aktivizojmë dhe asnjëri nga lojtarët nuk luajti më shumë se 20 minuta. Gjithashtu e pyeta se sa është gati skuadra e Bashkimit që të ballafaqohet me të gjitha këto ndeshje pasi do të kenë një orar të ngjeshur, tha që ne do të mundohemi të japim më të mirën, kemi skuadra të forta në kuadër të garave evropiane, gjithsesi ne do të mundohemi që të nxjerrim rezultate sa më të mira. Kaq nga kjo ndeshje, të nderuar shikues, mos harroni më njëherë tani nga ora 19 do të jeni me super duelin në minatori ndërmjet Trepçës dhe Pejës, ndërsa nga Olimpiana natën e mirë.